Më 30 dhjetor të vitit 1622, në kolonitë britanike në Amerikë, Robert Georges emërohet i pari guvernatori i përgjithshëm i Anglisë së Re, New England. Robert kishte qenë kapiten në marinën angleze. Pasi shërbeu në luftrat veneciane, atij ju dha mandati guvernatorit të përgjithshëm të New England dhe emigroi në atë që sot quhet Weymouth në Massachusetts. Më 30 dhjetor të vitit 1906, Irani shpallet monarki kushtetuese. Sistemi i monarkisë kushtetuese ishte rezultati i revolucionit iranian në vitin 1905 dhe mori fund në vitin 1925 me ardhjen e Reza Shah Pahlavit në fron pas 20 vitesh. Më 30 dhjetor të vitit 1916, Rasputini, murgu i tërbuar, u vra nga dy të afërmit e car Nikollës. Rasputin, i njohur për ndikimin e madh ndaj careshës, u rrah dhe u qellua për vdekje, pasi helmi nuk kishte dhënë rezultat. Më 30 dhjetor të vitit 1922, krijohet Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, ose Bashkimi Sovjetik, me rënjët në revolucionin rus të vitit 1917, i cili rrëzoi autokracin perandorake. Pastaj, bolshevikët, të udhëhequr nga Vladimir Lenin, përmbysën qeverinë e përkohshme dhe themeluan Republikën Socialiste Federative të Rusisë, dhe kështu filloi lufta civile ruse. Ushtria e kuqe hyri në disa territore të ish-perëndërisë cariste ruse dhe ndihmoi komunistët vendas të merrnin pushtetin. Në vitin 1922, bolshevikët dolën fitues, duke formuar Bashkimin Sovjetik me përfshirjen e republikave ruse, transkaukaziane, ukrainase dhe bieloruse. Më 30 dhjetor të vitit 1924, astronomi amerikan Edwin Hubble shpalli ekzistencën e një galaksie tjetër krahas udhës së qumshtit. Deri atëherë, shkencëtarët besonin se udha e qumshtit ishte vetmja galaksi. Hubble luajti një rol vendimtar në krijimin e fushës së astronomisë ekstragalaktike dhe në përgjithësi konsiderohet si një nga kozmologët më të rëndësishëm vëzhgimor të shekullit të 20. Hubble është i njohur për teorinë tashmë ligji Hubble se ngadalësia e lëvizjes së një galaktike rritet me distancën e saj nga toka, duke nënkuptuar se universi po zgjerohet. Hubble është i njohur edhe për mbledhjen e dëshmive të konsiderueshme rreth mjegullnajave, për të cilat thotë se janë në fakt galaktika përtej rrugës së qumshtit. Më 30 dhjetor të vitit 1985, mbi 100 arrestime kryhen në Kosovë, ndërsa autoritetet jugoslave thanë se kishin zbuluar një komplot për nxitjen e separatizmit dhe nacionalizmit shqiptar. Shumë prej të arrestuarve ishin mësues dhe profesor, që ishin diplomuar nga Universiteti i Prishtinës. Gjatë hetimeve, autoritetet zbuluan se organizata ilegale e quajtur Lëvizja e Çlirimit synonte pavarësinë e Shqipërisë së Madhe, me përfshirje në trojeve të banuara nga shqiptarët në Serbi, Maltëzi e Maqedoni. Sipas hetimeve, Lëvizja e Çlirimit
ishte një nga grupet më të organizuara që vepronte në fshehtësi të plotë dhe në shumë drejtime ishte krejt të ndryshe nga organizatat e tjera ilegale shqiptare. Në radhët e alatëve të saj, kishte oficer të ushtrisë jugoslave dhe informator brenda forcave të sigurimit, çka e bënte të vështirë për ta goditur. Lëvizja e çlirimit të Kosovës ishte angazhuar në akte sabotimi, kishte rekrutuar antar dhe botuar pamflete, krahas futjes kontraband në Kosovë të armatimeve dhe municioneve, pajisjeve të komunikimit dhe shtypit dhe fotokopjimit, ndërsa mbante lidhje me komunitetet shqiptare në Mërgim e Perëndim. Më 30 dhjetor të vitit 2006, ish presidenti irakian Saddam Hussein ekzekutohet me varje, pasi u gjykua nga gjykata speciale e Irakut dhe u gjet fajtor për krime kundër njerëzimit, për vrasjen e 148 shiitëve të Irakut në qytetin Dujail në vitin 1982 si hakmarrje për një atentat kundër tij. Më 30 dhjetor të vitit 1865, dëgjues të dashur, lindi letrari anglez Rudyard Kipling. Në fëmijëri e mësoi gjuhën hinduse, vazhdoi shkollën ushtarake, ndërsa në vitin 1882 u kthye në Indi dhe punoi si gazetar. Udhëtoi në Japoni, Amerikë dhe në Afrikën e Jugut. Me një temë të njëjtë mori pjesë në jetën letrare dhe politike në Angli. Në vitin 1907 fitoi çmimin Nobel për letërsi. Proza e tij na tregon një pasqyrë të jashtëzakonshme të jetës indiane dhe botës së ushtarëve britanik e posaçërisht për botën e fëmijëve dhe të kafshëve. Librat më të rëndësishëm dhe më të lexuar të Kipling janë ato për xhunglën, që karakterizohet me njohuri të shkëlqyera të botës sekrete të kafshëve në Indi. Më 30 dhjetor të vitit 1980 ka lindur aktoria Eliza Dushku. Është aktore amerikane shqiptare daneze. Është një aktore me prejardhje shqiptare. U bë e njohur në rolin Faith në televizion, serinë Buffy dhe nga seriali televiziv Angel. Eliza Dushku ka luajtur në 2 seriale të rrjetit Fox, True Calling dhe Dollhouse. Është gjithashtu e njohur edhe për rolet në shumë filma dhe si dublante me zërin e saj për lojrat elektronike. Eliza Dushku, kur ishte vetëm 10 vjeçare, ra në sytë e agjentëve. Ajo u zgjodh pas një kërkimi 5 mujor për rolin kryesor të Alice në filmin That Night. Në vitin 1993, Eliza Dushku mori një rol si Pearl në krah të Robert De Niros dhe Leonardo DiCaprios në filmin This Boy's Life, një rol që sipas saj i hapi shumë dyer. Eliza Dushku vazhdon sukses shumë karrierën e saj artistike në kinematografi. Dhjetor të vitit 1691 ndëroi jetë Robert Boyle, kimist anglez. Ishte shkencëtar irlandez, formulues i emërtimit modern të elementeve kimik, si dhe emërtimeve në lëmin e fizikës. Ai bëri e zbuloi lidhjen mes presionit, shtypjes dhe vëllimit të gazit, e që shpesh quhet ligji i Boyle-Mariotte. Gjithashtu, Boyle arriti të përfitoj alkoolin metilik dhe acetonin. Me librin e tij Kimisti skeptik, ndikoi shumë në zhvillimin e kimisë.
Më 30 dhjetor të vitit 1940, në Shkodër ndëroi jetë Gjergj Fishta, në moshën 69 vjeçare. Ishte prift franceskan, poet kombëtar, themeluesi i shoqërisë Bashkimi në Shkodër, që punoi për Shqipën e Përbashkët, fjalorin, alfabetin. Ishte kryetar i Komisionit të Alfabetit Shqip në Kongresin e Manastirit. Në vitin 1913, themeloi revistën e njohur kulturore Hylli i Dritës. Atë Fishta ishte deputet i Shkodrës në Parlamentin e parë shqiptar dhe nën kryetar. Përfaqësoi Shqipërinë në konferencën e Parisit dhe në konferencën ndërballkanike. Është poet i madh e i nderuar në shumë veprimtari. Në vitin 1931, Greqia i dha dekoratën Phoenix. Ishte shqiptari i parë kandidat për çmimin Nobel për letërsi. Në vitin 1939, Italia e bëri antar të Akademisë së saj. Poema epike La Huta e Malcis është vepra e tij kryesore. Më 30 dhjetor të vitit 1947, ka ndëruar jetë Tefta Tashko Koço, këngëtarja lirike dhe e muzikës qytetare shqiptare. Tefta Tashko Koço në njohin si këngëtare të shquar lirike në interpretimin e këngës popullore i qytetare mbar shqiptare dhe artiste e popullit e Shqipërisë. Më 26 qershor të vitit 1926 mbajti koncertin e saj të parë në Korçë, në moshën 16 vjeçare. Studimet muzikore Tefta i ka mbaruar në Konservatorin Superior të Parisit, ndërsa incizimet e para muzikore i bëri në vitin 1930. Me përfundimin e studimeve, Tefta kthehet në atë, ku më 26 nëntor të vitit 1935 shënohet edhe koncerti i saj i parë si këngëtare profesioniste në Shqipëri, koncerte të cilat ajo i dha në shumicën e qyteteve shqiptare. Janë rreth 89 këngë popullore të gjitha qyteteve të Shqipërisë që Tefta i kishte në repertor dhe rreth 36 prej tyre ajo i regjistroi në pllaka gramafoni. Në vitin 1945, Tefta këndon në Operën e Beogradit me shumë sukses rolin e Mimiz nga opera Bohem e Puccinit dhe atë të Rosinës nga opera Berberi i Seviljes e Rossinit. Tefta Tashko Koço ndëroi jetë në moshën 37 vjeçare.